ka ndërprej seancën me supozimin që i kanë dëgju liderët e partive politike tu deklaru jashtë kuvendit që se votojnë a kandidatin e propozuar për PVV-s, edhe me qatë supozim ka hyrë në seancë, ka thënë duke i ndëgju ata se që kanë folë, ekziston, domethënë, që kjo mos përputhja e qëndrimeve të partive politike dhe nuk përfendosin fare në votim. Domethënë, ka qenë e kundërligjshme, sigurisht se kjo asodit pra ku tenton me ndryshu mënyrën e votimit, ku mënyra e votimit nuk mundet me ndryshu, sepse ka nisë me këtë mënyrë dhe duhet me përfundu me këtë mënyrë. Po hajde pas ka provu me ndryshu. Qiton këtë rast, ushtruesi ra poshtë, ajo pse s'vazhdohet tutje pra me pse tashmë ndodhe ngjarje në mënyrën e votimit. Është bot temë, është konsumuar tash kjo temë që si ka votat, 57, 54 nuk janë votat, ka nisë me u bë bajat si temë, dhe hajde tash ta ndrojmë pak, tash po e ndrojmë, po merrem jo me vota sa vota janë, po merrem që partitë opozitare po e pengojnë, po e bllokojnë dhe nuk po pranojnë me hyrë me votu me votim fshat. Domethënë që edhe një kohë me shty kështu, tu analizu kjo çështja e votimit fshat. Po megjithatë mendoj që votimi fshat ka i qëllim. E para mendoj që me gjas ka dyshime që mund të votojnë deputet listës serbe, edhe pasaj nuk dihet kush janë ata deputet që kanë votuar dhe kështu mund kalohet, ose eventualisht ka ndaj. A ju besoni që pra që janë të përgatitur deputet listës serbe për ta votuar? Ka pas informacione ndola në publik që 4 deputet listës serbe munden me. Por në atë rast nuk e dim se kush e ka votuar. Tash edhe nuk dihet kush e ka votuar, ose eventualisht edhe mundësia që ka ndaj pazar edhe me ndaj deputet të partive që kanë qenë në opozit, po që ata nuk dojnë me u ekspozu vota atyre pro. Dhe në rast se bëhet e msheft, thojnë po, munden me hyje, votojnë edhe s'merret vesh kush e ka votuar, por janë këto dy tendenca që munden me qenë pjesë e lojës pse është kërku votimi msheft, edhe sa i përket takimit të sotshme, ftesa e Albinit për dy liderët e partive. A bëjmë pak sa. Po dëgjojmë Artonin, me qenë se e kemi këtu, Memri shkoj, kryetari i PDK-s, pra shkoj për të dëshmu konstruktivitet në takim, por i doli diçka tjetër, pra në seancë, zoti Kurti, jo që me ndryshu prej faktit që i shkoj lideri opozitës aty, po përdorin sa termat opozitës për ma thjesht, por e qiti edhe një pengesë tjetër. Po, paka shumë reagimi e deputetit Kurti u kanë e pritshëm. Kryetari Memri Krasiq ka bë mirë shumë që ka shku, sepse mënyrën që është shkru ftesa, mënyrën që është dërgu ftesa, është dërgu që ajo mos të pranohet nga asnjë parti politike. Sepse Kurti dëshiron edhe me tutje të gjej fajtorët, edhe me tutje të fajsoj opozitën, edhe nëse zoti Memri Krasiqi nuk i shku në këtë takim, faji do të mbetej opozitës. Unë mendoj që arsyeja pse ka thirrë takimin Albini ka pas dy qëllime. Qëllimi i parë është që nuk ka besu që vjen, po dhe qëllimi i dytë është që me ndru lojën me këtë votën e fshet, edhe me paraqit që kjo ka dalë si një farë ideje mrena diskutimit edhe takimit. Mirë po kjo lojë u prish ende pa përfundu takime, me që zoti Memri Krasniqi atë nuk e ka përfaqësuar vetëm Partinë Demokratike të Kosovës në një farë mënyrë, po ajo çfarë ka ndodhur në këtë takim është një farë që unë e kam quajtur sot edhe një farë fitore e vet opozitës, sepse çfarë mundu të bëj. I ka bëu hajër në fakt. Po, Memri ka bëu hajër këtë opozitës. Unë besoj që i ka bëu hajër sidomos në këtë periudhë. Çka po mundohet zoti Kurti me bëu Leo është që përmes votës së fshet po mundohet me kriju një paradhom të errët ku mundet me legjitimu votën e Kumaris që e ka kriju me listën sërbska. Sepse këtë ja mëson vetëm vota e fshet. E ka qarkullu, thashë thëme që me demek parti tjera mund të kenë ndonjë deputet që lëviz, mirë po qëllimin e ka të lista sërbska. A më artan lista sërbe votoj kundër këtij propozimi, pra nuk e dërgoj njeriu e saj në komision, edhe kjo pastaj e nxiti edhe Mimoza Kusarin, edhe Pecin, edhe gjithë tjerë më thonë që qyre, këta jenë bashkë, lista sërbe, opozita jenë këtë bashkë kundër neve. Nuk ngutën ata. Nuk shkelin në rast kalm. Po, unë mendoj, Leo, që ata kanë bashkëpunim se Kurti ka pa që nuk ka vota të opozitës më rana kuvendit për me katapultu një kandidate që është Albulena Haxhiu.
edhe këtë çfarë i ka mbet, shpëtimi vetëm që i ka mbet është lista sërbska, edhe unë besoj që përmes votës fshet, ajo është mundu pikërisht që të katapultoj zonin Haxhiu përmes kësaj procedure, e cila ra në kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe dorën zemër na jem në hall me këtë njerë. Po më dhe Kosova është në hall me një njerë që nuk respekton as kushtetut, as ligje, as norma, as parime dhe të regohet i pabes mrena jashtë takimeve. Pra, e kemi një njerë që na që 20 vjetë jetojmë me princip të Jezu Krishtit në raport me ta. Ta hen shuplak, ja qetë edhe faqen tjetër. Kështu kemi bashkjetu në raport me Albin Kurtin. Pra, e kemi duru gazën Lotësjelës, e kemi duru dhune politike, e kemi duru arogancën e ti. Kosova i ka dhonë gjithçka, e ka bo dhe kryeministër këtë njerë. Edhe tash jem në hall me këtë njerë, i cili ashiqarë është hileqarë, edhe mundohet që me imponu rregullat e reja, kushtetut e re, ligjet e reja, parimet e reja. Edhe kësaj radhe mu po vjen mirë që kemi një opozit, e cila nuk e ka ndërmend me lëshu pa më, ndaj një njeri i cili synon me përmbys këtë përparimit që është bo në këto vitet e kalume, edhe me ndërtimin e kushtetutës, edhe të ligje edhe norma dhe parimeve, sepse nga ne edhe neve, edhe ligjet na pengojnë, edhe neve. Mirë po, si parti, gjithmonë i kemi respektu, edhe po mundohem që të respektojmë edhe tani. Që që shkurja me Emli Krasniqit, atë unë besoj që ka qenë një shkurje edhe që është dasht me shku, edhe ka bo mirë që ka shku, sepse fillimisht është tregu që është i guximshëm, që ato çka i ka thonë edhe publikisht ja ka thonë Zotit Kurti edhe në fytyrë, edhe më mendoj që na duhet me pas që atë guxim që me shku me ja thonë edhe ato në fytyrë. Por mos krijohet iluzioni që na kemi besu që për këtij takimi mund të ketë diçka, mos krijohet iluzioni që Partia Demokratike i beson një njeriu i cili e ka prem bes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, s'po ta prem bes PDK-n edhe parti tjera. Okej, Lumira Abdigjiku në fakt mas seancës ka reagu, thot apo kuptoni tani se pse me të tillët nuk mund të kesh as takim e as mirë kuptim, të takojnë, të mashtrojnë. Gjërsa të thrasin në takim jashtë të ofendojnë, në fund veprojnë me arbitraritet të plotë, sepse nuk njohin njerëzorën, as fjalën, as kurrizin. Kjo politik duhet të marrë fund, LDK do të jap fund. Është interes kombëtar refuzimi i qasjes së tillë politike, jo nënshtrimi e dorëzimi para saj, shpresoj dhe partitë tjera ta kuptojnë këtë gjë sa më parë, LDK ka të qartë, prandaj është konsistente, para, gjatë e pasjedhe, prandaj votuesit të mbështesin LDK-n sot si parti krenare. Duk, pra, u mundu me Emli me shku, në fakt, qështu duk, si veprim shkurja e kryetarit PDK-s. Edhe pastaj Keqeja Çaboni i dha 2 prononcime me Emli duke provu me qenë me tinglu i arsyeshëm përballë Kurtit dhe pastaj Kurti që hyn aty edhe përmbys këtë tavolinën. Po, këtu isha ndërlidh me atë që e ka shkruar një kolegi joni, Mram, Adriatiku Kelmendi. Po. Edhe ka pas thonë, edhe Lumiri ka bo mirë që së shku, edhe Memli ka bo mirë që po shkën. Pra, në një mënyrë, mendoj që është, që më thonë, një analizë e zgjuar për faktin që